për të ushtruar detyrën e një kryetari të komunës, një ndër përparësitë është që jo të jesh ekspert në një fushë, po të dish si të ngërthesh problemet që kërkojnë zgjidhje multidimensionale duke vepruar prej sektoreve të ndryshme. Prej që kemi vendos me hy në këtë garë në fushat për zgjedhje lokale në Kosovë në 2025 me subjektin alternativa, jemi duke hulumtu se cilat janë prioritetet për të përmirësuar jetën në Prishtinë dhe ashtu siç kemi pa nga komuniteti, disa nga çështjet që janë më prioritare sipas ankesave dhe kërkesave të vetë komuniteteve në të gjitha pjesët e Prishtinës edhe në atë urbane edhe rurale, është që të rregullohet çështja e trafikut. Është brengosese sepse trendi është që do të ketë edhe më shumë automobil në Prishtinë edhe numri mund të dyfishohet, të trefishohet brenda 5 vjetëve dhe 10 vjetëve, ndërsa që rrugët nuk po zgjerohen as mundësitë për alternativa për transport publik nuk janë duke u forcu, po thjesht po mundohen zgjidhjet tanishme. Transporti duhet të adresohet urgjentisht, duhet të riorganizohen korsitë që janë të rezervuar për autobus dhe për automjete zyrtare, të cilat tani janë të segmentuara dhe duhet të bëhet desegmentimi i tyre. Pjesë tjetër që është urgjente është rritja e hapësinave të gjelbrimit. Kemi bërë një parallogari që Prishtinës i nevojiten edhe 70 hektar gjelbrim për të pas më pak se minimumin e asaj që rekomandohet prej organizatës botërore shëndetësore. Ne kemi 3 fish më pak se sa është minimumi i rekomanduar. Ne synojmë që të identifikojmë të gjitha hapësirat publike, të cilat mund të jenë gjelbërta, po të cilat janë të pashfrytëzuara dhe të shndrojmë ato në hapësira multifunksionale, pra të cilat edhe gjelbrohen, pra të shndrojmë Prishtinën në një qytet të jetueshëm. Duhet të veprojmë në të gjitha sektorët në mënyrë paralele për të arritur suksese, për të bërë Prishtinën më të jetueshme. Një ndër këto është për shembull ky trajtimi i çështjes së qendrave endacak, paraqesën edhe rrezik për fëmijët të cilët shkojnë në shkollë, edhe kemi ankesa, kemi edhe zgjidhje për këtë, një nga caqet tona për përmirësimin e jetueshmërisë në Prishtinë, pra është synojmë konceptin e Smart City, gjë që arrihet me digitalizimin e të gjitha shërbimeve në komunë. 70% brenda mandatit të parë të arrihet që 70% të shërbimeve të komunës të jenë të digitalizuara. Ka edhe shumë tjera, për shembull arsimi, shëndetësia, të gjithat në paralele, kemi deri 36 nxënës, gjë që mund të jetë kontraproduktive, edhe kushtet higjienike në një ambient të tillë, ku domethënë kemi 36 nxënës për paralele të cilë punojnë në 2 ose 3 ndrime, kushtet higjienike janë minimale dhe të pamjaftueshme për higjienën elementare të nxënësve. Këto gjëra duhet thjesht të shikohet që të ketë barazi brenda komunës. Po i kemi 13 qendra të mjekësisë familjare në pjesën urbane të Prishtinës dhe 17 tjera në pjesët rurale. Duhet të shikohet që mjekësia familjare, pra ai qëllimi për cilën ekzistojnë, të zbatohet dhe të përforcohet, të rritet vetdia edhe e popullatës, e pacientëve, që jo vetëm domethënë që të aplikohet mjekësia familjare nëpërmjet të mjekut familjar. Me rregullimin e çështjes së trafikut
çdo pore e qytetit funksionon më lehtë, më shpejt